Barcelona shkëlqen pasi monumentet e qytetit u ndriçuan për festat e fundvitit. Mira turist dhe qytetar u mblodhen për të shijuar këtë moment. Ajo që më pëlqej më shumë, tekse erdha të shoh dritat e Krishtlindjeve, janë të gjithë njerëzit këtu, atmosfera. Të shohësh Barcelonën e ndriçuar në një mënyrë kaq të bukur dhe në mënyrën se si e dekorojnë. Më pëlqen sepse festojmë lindjen e Jezusit, që është Krishtlindje, dhe për mua është e bukur, më jep shumë energji të mirë. Ndërtesa ikonike të projektuara nga arkitekti Antoni Gaudi u zbukuruan me drita shumë ngjyrshe. Ndër atraksionet që u ndriçuan gjithashtu ishin shatërvan, fasada hotelesh dhe tregje bashkiake. Edhe Portugalia e nisi sezonin e Krishtlindjeve me një shfaqje masive dritash dhe fishek zjarresh. Vendasit u grumbulluan në sheshin Komercio, një nga atraksionet kryesore të Lisbonës.